Derbi gjiro së parë të sezonit vjeshtor do të zhvillohet nesër në sallën e sportit të UT-s, aty ku në ora 20 do të përballen klubi volejbollit Universiteti Tetovës dhe ekipi i Shkëndijës. Për fillim, sa më të suksesshëm, dy ekipet kanë zhvilluar përgatitje cilësore dhe kanë konsoliduar radhët e veta. Skuadra e Universitetit ka sjellë 2 përforcime nga Senegali, por të njëjtën shkaku i idesë së qëndrimit nuk do të ndihmojë ekipin, por kapiteni Hamza Veseli shpreh optimist se ekipi i do të ketë paraqitje dinjitoze. Meqenëse se është një ndeshje shumë interesante dhe ndeshje mund të them një derbi i qytetit, ekipi in pas disa ndeshjeve miqësore të zhvilluara ka arritur që tempin e formës ta ngrenë një nivel të duhur që duhet të përballet ekipit të Shkëndijës, ku i cili ekip është i pregatitur në nivel maksimalisht me disa prurje të reja. Tash, ne do mundohemi të japim maksimumin, pasi që jemi pregatitur, si që thash më herët, ka një kohë të gjatë dhe ne kemi analizuar mirë kundërshtarin që atë ditë ne të triumfojmë, edhe pse është fillimi i kampionatit, ne kemi pretendime përsëri të jemi në mesin e skuadrave më të mira. Nga ana tjetër, ekipi i Shkëndijës për sezonin e ri në radhët e veta ka sjellë 3 volejbollistë cilësor nga Irani dhe sipas kësaj logjike kuptohet se ekipi ka pretendime të mëdha në kampionatin e ri. Këtë e pohoi edhe trajneri Durim Luma. Ne kemi bërë përgatitjet paraprake, pra prej 1 shtatorit ne kemi startuar me stërvitje dhe unë besoj se ka qenë një periudhë e mjaftueshme për të përgatitur. Impulsin kryesor apo theksin kryesor e kemi patur të lojtarët e ri, pra në punë. Dhe unë jam shumë i kënaqur që 2 prej tyre, pra 2 junior ton, do të jenë pjesë e ekipit të gjashës, formacionit të parë. Mund t'i përmendë edhe me emra, është Berin Osmani, përndryshe reprezentatus i trive të Maqedonisë, dhe Andi Idrizi, që do jenë pjesë e formacionit parë. Unë mendoj se ndeshja do t'jetë e vështirë, sigurisht, se ne jemi rival lokal me Universitetin e Tetovës, edhe ato kanë një ekip cilësor, për dallim nga nesh janë ekip ma me përvojë, ma me eksperiencë, janë të vjetër, mirë për përparësia unë besoj se do t'jetë nga ana jonë, pasi ne kemi ekipin më të ri, më cilësor, edhe më motivues të them. Kur jemi te volejbolli dhe ekipi i Shkëndijës, duhet të theksojmë se veteranët e këtij klubi janë kualifikuar në finalen e ligës së veteranëve. Mbrëm kemi patur ndeshjen gjithashtu derbi me ekipin e veteranëve të Tetovës dhe ekipi i veteranëve të Shkëndijës fitoi atë ndeshje të gjysmëfinales dhe të diellën do të jetë pjesë e finales me kundër ekipit Borecit të Velesit dhe edhe ky është një prej sukseseve për të cilat Tetova ka nevojë dhe ne vërtetuam se patronat e volejbollit Tetov është Shkëndija, do me thënë janë lojtarët e Shkëndijës. Të shtunën me fillim në ora 20 në sallën e sportit Park në Veles do të përballen Boreci dhe Liria e Zherovjanit. Ekipi nga Zherovjani sezonin e ri të volejbollit do ta nisë me 2 volejbollistë, Gjorgjian si Gjorgji Gordazhe dhe Aleksi Zakaixe, që janë ende pjesë kombëtares të këtij vendi. Në xhiron e parë takohen Universiteti i Tetovës Shkëndija, Rabotnički Skopje, Boreci Liria, Strumica Janda Volej, Vesna Probishtip Makedonia Gjio dhe Susheva UGD Shtip.